Në një ceremoni me të vërtet shumë të bukur të zhvilluar menjëherë pas përfundimit të ndeshjes së flamurtari Peja, Pallati i Sportit të qytetit të Vlorës ka duar trokitur dhe përshëndetur kampionet e reja të Ligës Unike në basketbol për femra, që është pikërisht ekipi i flamurtarit. Pas së dhënies së certifikatave të minjojeve për disa nga emrat më të njohur të basketbollit vlonjat dhe të shqiptar, ka qenë pikërisht presidenti i Federatës Shqiptare të Basketbollit Avni Ponari dhe kryetari i Bashkisë së Vlorës Ermal Dredha, që i ka dorëzuar kupën e Ligës Unike në basketbol për femra kapiten së flamurtarit Tea Memushi. MVP e turneut si lojtarja më e mirë e Ligës Unike për këtë sezon 2024-2025 është shpallur lojtarja e flamurtarit Desire Ramos, trofej i cili është dorëzuar nga kryetari i Bashkisë së Vlorës Ermal Dredha. Por nuk kanë munguar padyshim edhe medaljet e dhëna për vendin e dytë ndaj ekipit të Pejës, që ka bërë me të vërtet një paraqitje shumë të mirë në këtë edicion të Ligës Unike. Natyrisht më pas, edhe dhënia e medaljeve të arta për ekipin kampion të Ligës Unike për sezonin 2024-2025, që është ekipi i flamurtarit. Menjëherë pas përfundimit të ndeshjes, presidenti i Federatës Shqiptare të Basketbollit Avni Ponari ka vlerësuar këtë kompeticion, duke i quajtur mjaft të rëndësishëm, ndërsa ka uruar padyshim edhe ekipin e flamurtarit. Përfundoi këtë kompeticion shumë i rëndësishëm i Ligës Unike. Vajzave ishte një përgatitje shumë e mirë e Vlorës, ishte një përgatitje e shkëlqyer e ekipit flamurtarit dhe unë uroj suksese në këtë fitore. Natyrisht me këtë rast unë duhet të falenderoj edhe Bashkinë e Vlorës për mbështetjen, zotin Klevis Kasko për angazhimin në zhvillimin e këtij aktiviteti dhe gjithë stafit të Federatës Shqiptare të Basketbollit dhe të Federatës Basketbollit të Kosovës, të cilët ishin prezent dhe që ishin pjesëmarrës dhe që ndoqën në vimësi gjithë zhvillimin e aktiviteteve. Urojmë që aktivitetet të tilla të bëhen sa më shpesh, urojmë që javën tjetër ekipi i meshkujve na japi përsëri rezultate pozitive në Prishtinë, sepse përsëri kemi Final Four në Prishtinë, kështu që kjo ligë e ka dhënë atë impulsin e saj për zhvillimin e aktiviteteve të basketbollit dhe ka krijuar një atmosferë mjaft pozitive në të gjithë Shqipërinë dhe kudo që është ndjek përmes televizioneve, duke treguar edhe një herë që basketbolli është në një fazë kapërcimi dhe rritje, në një për të shkuar aty ku duhet dhe për të qenë konkurrent edhe me ekipet e tjera. Kryetari i Bashkisë së Vlorës Ermal Dredha është shprehur mjaft i lumtur që pikërisht në Vlorë ekipi i flamurtarit ka arritur të fitojë një tjetër trofe të rëndësishëm, duke i bashkuar trofeve të shumta që ka arritur ndër vite. Kënaqësi të shikosh se si flamurtari vazhdon të mbetet në elitën e basketbollit, flas jo vetëm brenda vendit, por këtu kemi parasysh edhe rajonin tonë. Ishin dy skuadrat më të mira të Shqipërisë dhe të Kosovës që u ndeshën sot dhe ju e shikoni edhe vetë. Gjithë ajo punë e palodhur, qoftë nga trajnerët, qoftë edhe nga ekipi i gocave të flamurtarit, u shpërblyer në fakt duke u kurorzuar me këtë kupë që është diçka fantastike. Më vjen mirë që ne duke pasuar dhe atë që ka bë viti që shkoi, që ishte viti Europian i Sportit në vitin 2024, e përmbyllëm atë vit me gati 159 aktivitete sportive, diçka shumë e magjishme për ne. U renditëm vendi i dytë, qyteti i dytë në hartën e Shqipërisë për aktivitetet sportive vitin që shkoi dhe sot në 2025 ne shikojmë që puna vazhdon, sporti po prapë mbetet një nga ato faktorët kryesorë të zhvillimit të aktiviteteve në qytet dhe ne duam ta çojmë përpara duke motivuar dhe të rinj të merren me sport, sepse sporti na bën mirë, na jep jetë, na jep shëndet, na ka lidhje dhe vullneti. Nuk kanë munguar emocionet e përcjellën më pas edhe nga drejtoresha e klubit shumë sportësh flamurtari Elona Hasanaj, trajneri i flamurtarit Hakim Talipi, por natyrisht edhe lojtarja më e mirë e turneut Desire Ramos. Jemi fitimtar, jemi kampion të Ligës Unike. Ka qenë një rrugtim shumë i gjatë, me rivalitet të jashtëzakonshëm, me një ngarkesë psikologjike dhe fizike të jashtëzakonshme. Mbritëm sot, mbas një gjysmë finale jemi Bashkimi që ajo ishte si një finale, mbritëm sot, kemi kurorzuar me një sakrificë dhe me një mund të jashtëzakonshëm Ligën Unike, jemi kampion të Ligës Unike. Gjëja e parë që dua të them, falenderoj me zemër flotën Kuqezi.
që i ka dhënë një atmosferë të jashtëzakonshme kësaj finaleje. Përshëndes me shpirt gjithë tifozerinë vlonjate, gjithë qytetarët vlonjatë, gjithë sportdarësit vlonjatë që erdhën dhe mbushën pallatin e sportit si asnjëherë. Dhe për këtë jam shumë e emocionuar. Përshëndes bashkinë që bëri të mundur së bashku me nënkryetarin sjelljen e Ligës Unike në Vlorë. Ne sot kemi dhuruar spektakël dhe ju e keni parë vetë. Ka qenë një ndeshje e jashtëzakonshme. Kjo ishte një ndeshje finale, kuptohet me përgjegjësi të madhe, me emocione dhe objektivi jonë siç e kam shprehur ishte që neve këtë kupë ta mbanim këtu në Vlorë. Ne kemi bërë 2 ndeshje shumë të mira me Prizrenin, që ishte skuadër shumë e fortë dhe me PM po ashtu edhe kjo një skuadër shumë e fortë. Unë s'mgelet gjë vetëm të uroj vajzat për sakrificën, për dëshirën, për mundin që kanë derdhur gjatë kësaj kohe në stërvitje dhe ndeshje dhe merita më e madhe u takon vajzave dhe pa harruar spektatorët e dashur, sidomos ai grupi kuqezi që na kanë dhënë një shtytet të jashtëzakonshëm për këto 2 ndeshjet e finale. Oh man, I feel great. It was great to be MVP. It was great to win it as a team. I thought we did great today, so I'm very happy. Ky ishte edicioni 4 i Ligës Unike në basketbol për femra, një kompeticion që zhvillohet mes ekipeve më të mira shqiptare dhe kosovare, përmbyllur në mënyrë më të mirë të mundshme në datat 18 dhe 20 mars në Pallatin e Sportit Flamurtarit të qytetit të Vlorës, aty ku ekipi vlonjat arrin të kurorëzoj një tjetër sezon të suksesshëm në këtë kompeticion, duke ngritur lart trofeun e Ligës Unike në basketbol për femra dhe duke hedhur vëmendjen tashmë tek një tjetër kompeticion që është padyshim shpallje e titullit kampion.